sot është shtunë edhe unë jam zgjuar që në orën 5 kam ndjera Marildën, se Marilda është në punë sot. E fillon të punën në orën 6 të mëngjesit, edhe që kur jam zgjuar nuk kam fjetur më. Edhe kisha edhe s'kisha gjumë, nuk e kuptova. Edhe pastaj hapa YouTube-in, më dollën videot e Eleanës, Angelës, Motrata Golli, besoj se i ndiqni, edhe duke qenë se unë në këtë periudhë, në një periudhë vërtet shumë gjatë, nuk po shkoj me vlogje, të asnjë vlogere. Nuk e di pse më ndos kjo, por siç e kam thënë edhe në vlogjet e kaluara, jam e pa motivuar të bëj vlog për veten time, dhe imagjinoj që të shikoj vlogjet e të tjerë. Nuk. Por duke qenë se ishte ora vetëm 5 e çik e mëngjesit, edhe Arli dhe Ami në gjumë, Amarildo iku për punë, unë nuk kisha gjumë, yra për të parë kanalin tim, dhe më doli vlogu i Eleanës edhe Angel. Dhe e reja tjetër se unë jam prerë, nëse do kem një foto që ja kam xhiruar Alesjes, do t'ja u lë diku këtu se sa shumë jam prerë. Edhe kur u preva dje, sa s'më ra të fikt, se jam prerë vërtet shumë. Nejse, tani është ora, të na falni, po jemi akoma në efektin e gjumit. Është ora 7:10. Pash 2 vlogjet e Leanës dhe 2 vlogjet të Angelas. Dhe tani është fiks momenti ku unë pi një kafe, u kënaqa shumë vlogje të bukura, më pëlqejnë shumë Viber që ato transmetojnë. Më pëlqen shumë Angela kur shpjegon situatat që ndodhin përdallë në Shqipëri me protesta, gjëra kështu, është lot në vete. Sado që ajo vajzë përpiqet që të bëjnë kritika, apo ku ta di unë, prap ka një lloj dashurie, mirësie në qenien e saj, sa që është shumë vështirë të marrë gjërat e saj për negative. Është super vibe, super pozitive. Okej, tani kam vënë detyrë vetes që do të shikoj edhe 1-2 vlogje të tjera, të 1-2 vlogereve të tjera. Dje kam nisur të shikoj të Paulës. Kam dëshirë të shikoj, po mezi po pres që të ecin Kristina, se kam bërë edhe dasëm. Dorës, do shikoj vlogjet e Dorës. Për momentin këto, nuk më vinë ndërmend ndonjë tani. Edhe jam duke xhiruar për vete, si për shembull tani. Okej, të bëj kafen, se po më pihet shumë kafe. Se rova, jemi në datën, sot është data 25, të tjetë sot, që është e shtunë. Ta shikojmë njëherë, sot është data 25, është e shtunë, exactly. Dhe në gusht njëra, ka ditëlindjen dhe bën plot 32 vjeçë. Dhe si vjet, ditëlindjen më tha vllai që merr vetëm tortën, se të gjitha të tjerat do organizoj unë, edhe babi, edhe mami, edhe nusja vllai. Domethënë do ma organizojnë dhe Amarildo më ka bler vetëm fustanin e ditëlindjes, është shumë e bukur. Kam ordinuar tortën, është shumë e bukur. Edhe të gjitha këto ju do t'i shikoni mbas datës 12 gusht, sepse ditëlindja ime është 12 gusht. Do të xhiroj una ditë, po, do kem ndonjë ditë mbrapa që të editoj, po, që shu llogariteni nga data 15-16 që të shikoni vlogun e ditëlindjes. Okej. Bëjmë kafe në njërë, se ndryshe nuk kam për të zgjuar kur. Kam lënë apuntamente dhe për të bërë shërpikët me Alesja, thonjët,
Kisha qef edhe ti që pak, po si osha vetë, bëjmë kafe. Desha t'ju tregoja pak edhe rezultatet e Angela Peak Workout. Goca, pavarësisht se unë kam ngrënë shumë shpifur këtë muaj, muajin korrik unë nuk kam bërë palestër dhe kam ngrënë pa peris fare. Kam pirë Red Bulla, kam ngrënë patatina, ëmbëlsira, çdo gjë, dhe duhet t'ju them që kur bëhet një punë shumë e mirë, një punë nga një personal trainer fantastike, ma besoni që rezultatet flasin vetë. Barku gjithmonë petë, këto shenjat e musjeve kanë ngelur, por lajmi mirë është që unë në gusht do rifilloj palestran, dhe pse Angela është me pushime, por që kushdo mund t'i bën me regjistrim, që kështu nëse je dhe ti duke menduar nëse do të bësh palestra, do të regjistrohesh apo jo, ta them unë që po, mos hezito, që kështu regjistrohu në gusht me Angela Peak Workout, sepse do kesh rezultate fantastike, do kesh edhe mundësinë që të harësh gjëra që s'të bëjnë mirë dhe njëkohësisht kesh një trup fantastik në formë. Është shumë gjë e bukur, ma besoni, se ti je mami me 2 fëmijë dhe të kesh një trup të tillë është ëndër. Që kështu, Angela, thank you. Duke thënë këtë tani vazhdojmë pim kafen. Ose më saktë, ta bëj kafen edhe po kthehem. Ja ku jam, kafen e pila, nuk ju mora me vete sepse po flisja me babin, mora babin me kamër edhe fola me babin. Të një fëmijët janë në gjumë, duke qenë se ata janë në gjumë, po përfitoj nga rasti të pastroj pak shtëpinë, pastroj pak kuzhinën, të vëj një lavastoviglie, të ndes robotin. Fytyrën që kur kam bërë pastrimin tek Gerta, fytyrën e kam pasqyrë gja, mashallah, përveç kësaj puçës që më doli këtu në direkt pas pastrimit, por këtë e dija, se gjithmonë kur bëj një pastrim shumë të thellë, normal që të dali një puçër, dhe sidomos tek puna që vete unë në fabrikë, dhe pse unë vendosja gjithë kohës SPF-n, edhe më shumë se 2-3 herë në ditë, por që nuk mjafton. Kur e keni fytyrën shumë të pastër, unë ja u këshilloj që ta bëni ato ditë kur e dini që do rini në shtëpi, duke qenë se unë e bëra, e kisha vërtet shumë të nevojshme dhe nuk mendova që do ma ashtu. Por nuk është se jam e mërzitur apo çfarë, se thjesht vetëm një puçur, okej. Por jam shumë e lumtur për pastrimin që bëra, se vazhdon edhe duket rezultati akoma. Pastërtia dhe hidratimi, që kështu kur të vinë Alessia poshtë, ndatën 2 gusht, do ta bëjnë edhe Alessia pastrimin e fytyrës. Unë do ta bëj më vonë, diku nga shtatori mendova, duke qenë se e bëra një tani. Edhe, po, kështu, vazhdojmë tani të bëjmë një punë. Amari të punon deri në orën 1, po mendojmë që të bëj fasule, po me 2 mendje e kam, duke qenë se Amari do t'i pëlqen shumë fasule, dhe sot nata ka qenë shumë e freskët, dhe kam fikur kondicionerin dhe kam hapur dyrët dritare, ka qenë vërtet shumë, mos të them ftohtë, natën, një me mbuluar. Edhe kam fjetur me të 2 fëmijët, se Amarilin si do të flinte me mua, por nuk keni idenë sa keq kam fjetur. Kur Amarili si flen me mua, zërë se kur bën karate nata dhe më ka dërmuar nga kurrizi, i kam veshkat cop. Edhe kisha kohë që nuk bëja një vlog të tillë ku ju merja me vete, por flisja. E kam vënë re që më shumë dhe copa, ku shkojmë diku, filmime, jo deti, jo pamje, kështu. Edhe më kishte munguar kjo gjëja, kështu që të flisja pak me ju, të shpreh mendimet e mia për gjërat e saktuara, të them mendimin tim, opinionin tim,
të shpreh dhe gjërat që më kanë ndodhur mua këto ditë, vërtet më kishte munguar. Gjithmonë kam qenë duke ikur kërcit ande, kërcit këte, hik këte, hajde ande, por që ja, erdhi dita, momenti ku të bëja një vlog që po flas, dhe pse jam kështu. Sa po e zgjuar tamam, por thonë kësa radhë më pëlqejnë shumë, mi ka qarë, më pëlqejnë tej masë shumë. Tani dilema është si do t'i bëj për ditëlindje. Si? Shumë naturale, unë i shijoj jashtë masë shumë, pëlqejnë dhe forma që i ka dhënë gjitha, ngjyra. Janë tepër të bukura, janë një dashuri. Por po mendoja t'i bëja të kuq, ose t'i bëj refil kështu si që kam, se janë shumë elegant, estetik, të pastër, nuk e di. Por deri në datën, kur e kemi thonë neve? Datën 5 gusht, kemi marrë abonament për thonjë. Kurse për qërpikët, unë dhe Alesja kemi marrë datën 3 gusht. Datën 2 gusht Alesja vjen këtu, sepse në 1 gusht do shkojmë ne ta marrim larg. Ne. Nuk e di se kush do verë, po e sigur që vllai, mami dhe babi, se në direkt mbas ditëlindjes time, Alesja dhe vllai do ikim me pushime gjithë si familje, dhe familja Alesjes dhe familja ime, normalisht përveç meje jo, që motivin tashmë e dini. Por që, po, këto janë ato update-et e fundit. Kam blerë burzulykun, si thashtë, që bleva dhe Alesjes, po unë kam blerë me petale bardhë. Kam blerë gjithashtu edhe këtë këtu, është shumë i bukur. Kam blerë edhe burzulykun tek mba që një periudhë ku nuk po i mbaja fare burzulyqet, kurse tani po i mbaj shumë, kurse këtë këtu e kam njësoj me Mikenën. Kam blerë për vete dhe kam dhuruar edhe Mikenës. Edhe, po, desha të flas pak edhe për sa i përket Mikenës Rezit dhe Kiseltës, që mbase në këtë periudhë nuk është se kemi qenë gjatë gjithë kohës si që edhe ishim në dimër, por që si që kam thënë vetë behari të bën që t'jesh me angazhuar, njerëzit rrinë më shumë me familjen, ndodhit e jetës, por t'i them që e ndjej dhe jam e bindur që dashuria dhe respekti që ne kemi krijuar për njëra tjetrën në gjatë gjithë kësaj kohës është kaq shumë e fortë sa që lë hapësirë dhe vend edhe për këto gjëra. Unë ditë ju them që ju dua të trejave shumë, në mënyra të ndryshme, se vetë ju jeni të ndryshme, por shumë të trejave, më mungoni ekstrem shumë, por jam e bindur që do vinë edhe ato ditët që kalonim bashk, sa po të hynë pak dimri, jam e sigur që do t'i bëjmë sërish, se fundja kemi se cila jetën tonë, ndodhit tona, jo gjithmonë të bukura, por forca dhe mos të dorëzohemi kur, të ecim përpara. Në fund të ditës jemi gjithë Zotit, kush më para dhe kush më vonë. Edhe të bëjmë rrugtimin tonë dhe rolin që detyrën që Zoti na ka dhënë gjithë secilit prej nesh. Duke thënë këtë, po e mbyll telefonin, po e mbyll kamerën, se vetëm me kamerë shkam është ky telefoni Samsung. Shpresoj që për këtë ditëlindje ta marr dhurat iPhone-in e ëndrave. Por edhe po se mora nuk ka rëndësi, rëndësishme është që t'jemi gjithë mirë dhe t'jemi gjithmonë bashkë. Edhe po filloj të bëj punët, edhe nuk e di kur do ta hap sërish telefonin, se fola mjaftuar mendoj. Tani nëse do dalim apo ku ta di unë, nuk e di, nuk ju premtoj asnjë, nuk e di, shoh. Por ndërkohë vlogun e fillova. Shihemi në vazhdim. Ja ku jam, mbas nuk e di sa ore, është ora 8:24 minuta, edhe unë kam ndezur robotin fshint line, sistemova pak disa zhyra krevatin e gocës edhe kështu, edhe vetmja gjë që kam bërë është që jam marrë pak me veten. Lava pak e dhëmbët, bëra një scrub fytyrës,
Hoqja pak vetlat edhe të zonën këtu, pushin këtu. Edhe tani vura pak këto pictures poshtë syrit, sepse si që thash, nuk është se kam fjetur sot shumë natën, ka qenë një natë shumë kështu, me inkubi. Më mbante fryma, nuk e di. Edhe kam vendosur këto tani dhe janë kaq të freskëta, kaq relaksuese. Siç e shikoni është e hendur gjithë zona poshtë, nga që unë nuk kam fjet. Por që, okej, tani do qetësohem pak, sa të mbaj këto në fytyrë, do të rri pak të qetësohem së mbyllur. Më pas do ngrihem, do nxjerr një lavastovile dhe do vendos gjitha enet e tjera për vende. Dhe më pas avash do jenë duke u zgjuar dhe fëmijët. Nuk e di, do shkoj në këto në shtëpi për tallë dhe nuk e di as pak se çfarë bëj edhe për drek. Që vina Marilda, nuk e di fare. Tani po qetësohem pak edhe shifemi në vazhdim. Dhe më në fund të zgjuam. Buongiorno, buongiorno mondo. Buongiorno. Buongiorno. Mangiamo tutte insieme, vieni. Ma quella è la mia. Insieme mangiamo. Gati. Quando viene la Veronica viene solo Aspetta un attimo. Sì, ma aspetta. Ah, mi jepi një gjetonare këtu. Dammi a me chiesto. Ti doni a puta. Hi guys, mirëmëngjes. Sot është e hënë, nisemi për punë, kjo është java e fundit për sa i përket muajit korrik, por gjithashtu edhe java e fundit e punës se pastaj shkojmë me pushime. Kam shumë gjumë, s'kam pirë akoma kafen, tani do ta pi. Se jam veshur pak make-up se s'po na dilte gjumi fare, duket. Mbrëm si që pat dhe pjesa pak më para që kemi dalë tek një kënd lojrash Nadeti që të losni kalamajsh, losi dhe Amarildo qik. Edhe po, unë mbrëm isha shumë e lodhë, me zi të pricja që të vijan shpit Flira Gjumë, dje kam parë një film tër ditën. Edhe sot, kur të vi mas dite, do të shikoj akoma, kur të shikoj sot, do të tregoj titullin e filmin, ja u këshilloj, është me seri, është fantastik.
Lujta më se po çudite no po edhe shoqet prej meje po ju them se tu s'ke nevoj me besu shoqet tona leta din që e du e mos ti du me lujt veç ai leta një Erdha të puna, guys. Erdha të puna dhe është e hënë, s'na i mban fare, por që është java fundit. Motivohemi me këtë gjë, plus të shtunën do nisem prindrit me vllajin. Nuk e dini se unë dhe Amari do ikim në Bolzano te nusja e vllajt. Por pak rëndësi ka nëse do ikim unë apo jo, rëndësi ka që në datën 2 gusht ajo është poshtë dhe si vjetë që është ditëlindja ime dhe bëj 32 vjetë që do jetë dhe ajo të ditëlindja ime. Kishim përtikur me pushime, por që s'postuan dhe lanë që t'ikin fix një ditë mbrapa ditëlindjes time. Që i falenderoj shumë, nuk janë dashuri, që ka ndenjur këtu për ditëlindjen time, të vdesëm për ata. Edhe po. Kështu. Tani të punojmë. Kemi një punë akoma edhe pastaj shojmë bërë. Si thënë. Ky make-up Ore, se po shifja veten. Ky make-up i paktën më bën çik të freskët, kështu sikur s'kam gjumë, sikur s'jam e lodhur, si thoni ju. A më duket vetëm mua apo shu ju duket dhe ju? Më pas pastrimit fytyrës që kam bërë te Gerta, që do çoj edhe nusën e vllajt kur të vinë, Alesian, ju betojmë që fytyra super vërtet, make-up i rri një dashuri. I ka tani paçu. Pas ka vënë si ditë tjetër Amari dua. Mirëmëngjes njerëz, sot është e martë. Nisemi për punë. Sot është e mërkur. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Jam akoma për gjumësh, se kam pirë kafen edhe po iki drejt e parkegjit të marr makinën dhe të nisemi për punë. Sot është data 31 korrik edhe është e premte dhe është dita e fundit e punës. Pastaj shkoj në ferje me pushime. Që kështu, juve, kur i merrni pushimet, mos i keni marrë gja. Ku do shkoni, që do bëni. Edhe kështu. Se unë nuk kam për të shkuar me asnjë vend, por thjesht kam marrë pushimet. Edhe mendoj t'i kaloj këtu. Në Itali, sa ndej sakte, shpresoj të takoj ndonjë shoqe. Edhe kështu, i ka tani të nisem se është këtë vonë. Dhe më në fund jam me pushime. Mbarova punë. Sot ditë ishte ditë e fundit dhe tani jam me pushime. Tërmoj ngusht në shtëpi me my girlie. Ma pritë po vetë. Ferjet e mia fillojnë sot. Përshëndes me këtë qanë. Do është dëmë gjesë kër ikim punë.
Gabire fare se me filmare, quindi Gabire fare se me filmare. Hi guys, është premte dhe është ora diku tek 7:30 dhe unë jam veshur, jam sistemuar që ku kam marrë nga puna dhe këto janë, kjo është blerje e fundit, pastaj ju tregoj edhe një blerje tjera që kam bërë për fëmijët. Në këtë momente po bëj pjadina Arlit, a mi jepet çikoj Arlit se zor lemza. Ndërkohë dua t'ju tregoj lulet që kam bler, një buqet për vete dhe një për nusen që do shkojmë nesër në Bolzano, ta marrim Alesjan ton. Bolzano. Si dice Bolzano për unë. Bolzano. Okej, andate di là tani. Kjo është bluza që mblevi mami. Edhe kjo e Arlit, gjithashtu. Ka dhe tjera ndë, Ai nuk e pan. Guardate, ui! Okej. Tani do t'i përgatis Arlit një pjadina me prosciutto cotto dhe do ikim për nga shtëpia e mamit se ka ardhur Deko është gocavës time me fëmijë dhe të lodhën që kalamash me njëri tjetrin. Okej? Bravo. Shikemi në vazhdim. Losni aty, losni të dy, losni, kroj. Si.